طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave të Makdesiut. Kemi arritur te kapitulli shitblerjes, kemi trajtuar disa shitblerje. Sonte do ta trajtojmë shitblerja araja. Në këtë temë do ta shtjellojmë lejimin e shitblerjes araja, që është përjashtuar nga shitblerja el muzabana, ndalimin e së cilës e sqaruam në hadithin e dersit të kaluar, apo hadithi 261. Thot Zeid ibn Thabit transmeton se pejgamberi alayhis salatu wassalam ja toleroi pronarit hurmave të njoma këmbimin, blerjen me parafërsi, peshe me hurmat e thata. Tek Muslimi transmeton duke i matur me hamendje kundrejt hurmës së that në pesh me qëllim që blerësit ai hurmën e njom. Na transmetuam hadithin shitblerja që thamë është ndaluar, që nuk lejohet me bon ndrim mes hurmave të thata dhe të njoma, apo të njoma dhe të thata. Pse? Sepse është problemi i peshës. Nuk mojmë mja të rezi që shduhet, apo? Mirë po, rast specifik është kur personi ka nevoj, apo kur personi e merr dhe e shpërndan në formë sadakas. Dhe që kjo është shitblera araja. Dhe thot hadithi, kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Në hadithet e si përmendura, shpjeguam se nuk lejohet të shitet hurma e njom me të thatë. Pse? Për shkak të peshës, dhe e dyta njëri fruti thatë është e tjetri është i njom. Dhe s'mujsh me e bo dallimin, apo nuk mundesh me e bo atë drejtësim mes njomës edhe mes të thatës. Monedhat ishin trolla në atë kohë. Edhe dikush kishte qef prej të varfërve me hongër hurma. Edhe pejgamberi sasam u alejoj njerëzve të tillë. U alejoj njerëzve të tillë. Mu munu sa të mundën, sa më afër, m'ju afru çështjes së sasisë. Që mos mi bo zullum njëri tjetrit, apo? Por në esencë nuk lejohet shitblerja në këtë formë, përveç rasteve si shtam specifike. Kështu që sheriati islam, si zgjidhje u lejoi atyre shitjen, këmbimin e hurmave të thata që kishin në dispozim me ato të njomat me në dek të pemës, duke marrë parasysh ndjenjat dhe dëshirat e tyre. Se ishin të varfër, ata kur s'kishin mujt me marrë. S'kishin pasuni. Çka përfitojmë nga hadithi? Ndalimin e shitjes së hurmave të fresktat në dek me të thata, pasi ky lloj akti i përngjan shitjes el muzabana. Lejimi shitblerjes el araja që shtam, lejimi është specifik për ato që ka nevoj, dhe thot hurmat e njoma në palm përcaktohen me hamendje, se sa hurmat të thata mund të dalin në vartësi që bëhet këmbimi. Do më thonë mju afru me një aspekt. Dy dobi, thot e para, është përmendur më parë ndalimi shitblerjes. Pastaj çka është lejuar raste specifike. Thot le të përmendim këto kushte. Cilat janë këto kushte të lejesës? Hurmat në dek të përcaktohen me parafërsi se sa do dalin të thata në mënyrë që të arrihet barazia. Sa të mundën me pas barazi, që mos mi bo padrejtësi. E dyta, blerësi të jetë nevojtar. Nëse është nevojtar blerësi, ka nevoj, e merr s'ka mundësi ndryshe, atëherë e merr. E treta, mos disponimi të hollave nga ana e blerësit. S'ka me ble. S'ka porësët për shembull me ble. Mirë po ka hurma. I ka të thota po e zonë. Edhe do në mi marrë të njoma, apo të njoma të thota. Ata në këtë rast lejohet nëse nuk ka pare. Dhe thot shkëmbimi të bëhet në dorë, me njëherë, që aty për që aty. Shitësi të dorëzoj pemën dhe blerësi hurmat e thota. Pesha të mos e kaloj 5 e usuk, do më thonë, mbi 600 kg s'lejohet me kalu. 600, 605, 612 i kanë rrë, do më thonë, shkurt. E dyta, shumica dietarëve dispozitën e lejimit e specifikojnë veç për hurme, disa dietarë kanë thonë që është edhe për gjërat e tjera. Hadithi 262. Ebu Hurajra transmeton se pejgamberi sasam e toleroi shitblerën araja në 5 e usuk, ose më pak edhe këto e
trajtua. Shitblerja e palmës pas plenimit. Shitblerja e palmës pas plenimit. A për dini çka është plenimi, vëllazni? Mi plenu, mi qitë dhe më thonë ato sikur me thonë ato qelizat e mashkullit e mi bo, që thjesht mu shërtim me sene ku e djurën, që kjo është plenim. Bukur. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, transmeton, se pejgamberi sa sam ka thënë, kush e shet, shiko, palmën e plenuar, frutet e saj i takojnë shitësit. A kuptut? Nëse e ki palmën, e ki plenu, dolen frutat, edhe pse e ki shit, i takojnë në fillim kujt? Shitësit. Nuk e merë blersi. Vetëm në rast se blersi ka vendosur kush që ti marr ai. Vesh nëse e ka caktu, nëse ka pranu. Ato është diçka tjetër. Në transmetim tjetër thotë, kush e shet robin, pasuria e tij i takon shitësit, përveç kur e kushtozon blerësi. Sene që duhet mi trajtu, apo? Pse sa sene janë në shitblerje. Plenimi është proces më kryesor në pemën e palmës. Kush e shet pemën e palmës të plenuar dhe të përkujdesur nga vetë pronari, atër frutet i takojnë shitësit, derisa të vi koha vjeles, përderisa blerësi nuk ka vënë kushte. Derisa të vi koha vjeles i takojnë pronarit. Pastaj, normalisht ai tani jetën sune merë frutet prej ati. Kështu edhe puna robit të cilët padroni ka dhuruar para. Për shembull, nëse e ka një rob, edhe pronari, kur janë kon luftat, kanë pas rob, apo? Edhe nëse i ka dhënë pronari tash robit pare, e shet, atër ato paret i takojnë, ja kthen. Robi ja kthen pronarit. Nuk shkon robi zbashku me paret tek padroni tjetër. Por paret duhet me ja kthy pronarit. Çka përfitojmë nga ky hadith? Thot kush e shet palmën e plenuar, frutet i takojnë shitësit. Një, e dyta, kush e shet palmën e pa plenuar, frutet i takojnë blerësit. Edhe njerë, kush e shet palmën e plenuar, frutet i takojnë shitësit, jo ai që e ka ble. E dyta, nëse nuk e ki plenu palmën, frutet kujt i takojnë? Blerësit. Se si jo mundu. Nuk e mundu fare, veç e ki shit. E treta, shitësi nëse vendos kusht për frutet në tërsi, ose për një pjesë të fruteve të palmës së pa plenuar, atër frutet janë të ti si pas kushteve të vëna. Nëse pranon blerësi, atër nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem. Nëse pranon, për shembull, shitësi realisht. Unë e kum plenu, thot, po ta lo, thot. S'ka problem. Atër në kësi rast nuk ka asnjë problem, sepse ti po pranon, apo? Blerësi nëse vendos kusht për frutet e palmës së plenuar, atër frutet i takojnë sipas kushteve të tia. Kushtëzimi i marrjes së në pjesë frutash është i saktë, nga se kjo rezultohet nga teksti i hadithit. Pikë tjetër është nëse në kopsht disa nga palmat janë të plenuara e disa të tjera të pa plenuara, gjithë secili ka gjykimin e veçantë, secili gjykim e ndjek shkakun nga do që të vjen. Kush shet një rob të cilët i ka dhuruar më parë para, atër këto të fundit i përkasin shitësit dhe jo blerësit. Dhe e fundit për sonte hadithi, ndalimi shitjes së ushqimit para zotrimit. Kjo është një shitblerje problematike. Një shitblerje problematike. Thot Abdullah ibn Omer transmeton se pejgamberi s.a.s. ka thënë: kush blen një ushqim, shiko, kush e blen një ushqim, thot mos ta shes derisa ta marr me pesh ose mas të plot. Në transmetim tjetër, derisa ta zotroj. Mos ta shet një ushqim në hava, pa e marr ushqimin, me e mat, mirë, e me zotru, e pastaj me shit. Kuptimi, zotrimi i mallit, ose marrja ati në dorë, është shenje e plotësimit aktit shitblerjes dhe futjes në pronësi të mallit. Sheriati islam e ndaloi blerësin e ushqimit që ta shes atë para se ta fus në zotrim. Pse vllazni këto e ka ndaluar Muhamedi alayhi salatu? Për shkak të mashtrimit. Për shkak të mashtrimit. Për shembull, ju që keni pjesë të kerrave ta zonë, tankon që
kanë marrëveshje me një firmë caktuar edhe për një moment nuk e kanë. A lejohet mi thonë nëse vjen dikush mi thonë për shkak me marr një pjesë të kerrit edhe mi thonë nuk e kam nesër ta bëj. A lejohet? Po, sepse ti në vazhdimsi tu marr ato. Krejt e din çat pjesën e kerrit. Nuk hinte ky haditi. Nuk duhet me pas kujdes këtu. Kjo është për me ndal çështjen e çkajt e mashtrimeve vllazni. Sepse e shet pa e marr, e shet pa e po, apo ku e diune, pa e zotru. Nuk bën. Nuk bën me shit pa e zotru një madh. Dhe thot, çka përfitojmë nga ky hadith? Ndalimi i shitjes ushqimit para zotrimit. Lejimi i shitjes së tij pasi ta kemi zotruar ose vënë në peshë apo matër siç duhet, dhe mendimet e dietarëve, mendimet e mëdhëbit Hanefi, Shafi ndalojnë shitjen e çdo lloj produkti para se të zotrohet. Kështu thuhet në transmetim të Imam Ahmedit. Hanefit përjashtojnë nga kjo lloj shitblerje shitjen e pronave të patundshme. Pronat e patundshme apo tonë kom 1 orë, 2 orë, 3 orë, 5 orë, nuk është problem. 2 lëma që thoni ju atje. Po ne i them orë edhe hektare them. Shumica dietarëve të mëthebit Maliki thonë se ndalimi është i vlefshëm veç për produktet që shiten me peshë. Dietarët të mëthebit Hambeli shtojnë këtij ndalimi jo vetëm produktet që shiten në peshë, por edhe ato që numërohen, llogariten, shiten apo përshkruhen para shitblerjes, qoftë ai produkti i ushqyeshëm. Argumentet e dietarët e mëthebit Hanefi dhe Shafi argumentojnë me hadithin nga Ahmedi dhe Nesaiu, i cili tha nga Hakimi ibn Hizam radhiyallahu anhu, o i dërguari Allahut, unë blej thot mallra. Thot çfarë më lejohet mua prej tyre e çfarë më ndalohet. Thot, nëse blen mall, nëse e blen mallin, thot mos e shit derisa ta fusësh në zotrimin tënd. Mos e blej mall, e blen mallin derisa ta futesh në zotrimin tënd, mos e shit. Dhe thot çka? Argument tjetër është transmetimi e Abu Davudit dhe Daraqutni, të cilën saksoi Hakimi dhe Ibn Hibani, nga Zeid ibn Thabit, në cilën thuhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar shitjen e mallit derisa ta fusen në dorë tregtarët në karavanet e tyre. Dietarët e mëthebit Maliki shohin ndalimin veç për produktet e ushqyeshme, thonë. Sepse prishen ato, apo edhe mund marrë dete mashtrimi, dërsa gjëra tjera, kanë thonë s'ka problem. Transmetimin e Muslimit dhe Ahmetit nga Xhabiri, i cili transmeton se pejgamberi sa ka thënë se blen ushqim mos e shit atë para se ta marrësh, fusësh në dorë me mas. Pse vllazni? Sepse nuk e din a është i pjekur, as është i pjekur. Sa mas ka qysh tek, a është i smut, as është i smuta. Domethënë i smut. Nëse edhe pemt kanë smundje me një aspekt. Edhe hin pas e mashtrimi, hin fesoti o vëlla. Për atë arsye Muhamedi alayhis salam çdo detaj ka kallëzu. E mi thon atij që po na kundërshton fen, shikoj Islami në marrëdhëniet ndërnjerëzore sa i ka kushtuar rëndësi. Çdo detaj vetëm mos me pas probleme, fesate, bela në mesin e njerëzve. Në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Se na jemi njerëz. Ti blen për shkak me 1000 euro edhe me ta lëshun në fund. Për atë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu këtë gjë. Dhe thot dy dobi thot e para dietarët e mëthebeve për sa i përket mallrave, produkteve kanë vendosur kompenzim dëmshpërblim për fatkeqësitë natyrore, të cilat nuk janë dorë të njeriut, të nxehtit, ftoftët, dëmtimi nga karkalecat e tjera. Apo se dëmton karkalecat mund me dëmtu, domethënë ushqimet, dhe thot blersi nëse e përdor mallin para se ta marrë në zotrim, mban përgjegjësi, kompenzon apo dëmshpërblen të zotin e tij nëse malli prishet, dhe e dyta forma e zotrimit apo shtënjes në dorë të mallit, zotrimi i mallrave që maten me peshë, litër, numër apo metër, bëhen po me të njëjtën mas pasi ka mbaruar matja malli i takon blerësit. Nëse malli transportohet nga një vend në tjetrin, atëherë zotrimi bëhet pasi është transportuar, ndërsa zotrimi i pasurive të patundshme bëhet me lënien e blerësit, heqen dorë prej tij nga shtëpia, toka, kopshti e vreshti, deri në takimin e radhës me ndalimi shitblerjes së gjërave të ndyta. Tha aty shitblerja verës, gjës së gordu, shitblerja derrit, shitblerja statujave, putave e kështu me radhë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.